Qytetarët e komunës së Prishtinës kanë dalë edhe sot për të shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar. Në disa pika, fluksi qytetarëve ishte më i madh, ndërsa në disa të tjera ishte më i vogël. Në këto pika ku ekipi i Gazetës Nacionale i ka vizituar, koordinatorët kanë bërë të ditur se që nga hapja e qendrave të vendvotimeve në orën 7 nuk ka pasur ndonjë incident apo ndonjë parregullsi. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Komuna e Prishtinës vazhdon që të jetë komuna në të cilën qytetarët kanë dalur më së shumti. Në shkollën Elena Gjika në Prishtinë deri në ora 15 kanë votuar 1396 qytetarë, apo 36.65% nga 3809 qytetarë sa kanë të drejtë vote. Ndërsa në gjimnazin Sami Frashëri kanë votuar 960 qytetarë, apo 29% nga 3306 qytetarë sa kanë të drejtë vote në këtë qendër. Në pikën e Fakultetit Ekonomik dhe Juridik kanë votuar 1055 qytetarë ose 29%, ku në këtë pikë të drejtë vote kanë rreth 3628 qytetarë. Në Fakultetin e Filologjisë deri më tani kanë votuar 22.46% apo 1530 qytetarë, ku në këtë qendër të drejtë vote kanë 6811 qytetarë. Në shkollën Fai Konica kanë votuar 1637 qytetarë, apo 31%, ku të drejtë vote kanë rreth 5273 qytetarë. Deri më tani në Prishtinë kanë votuar mbi 33% ose 74.000 votues.